7 mënyra për t'u bërë shumë i fortë që njerëzit e ligë të mund t'ju dëmtojnë. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot do të flasim për diçka që shumica e njerëzve e dëshiron, por pak e arrin vërtet, të bëhesh emocionalisht i fortë, pothuajse i paprekshëm nga njerëzit që kanë qëllime të këqija, manipulues, ziliqar apo thjesht toksik. Këto 7 parime nuk janë thjesht këshilla sipërfaqësore. Janë armë të brendshme që, kur i praktikon çdo ditë, të bëjnë pothuajse të pathyeshëm nga brenda. Le të fillojmë një nga një me shumë detaje dhe shembuj real. 1. Mjeshtëro emocionet e tua. Njerëzit me qëllime të këqija jetojnë nga reagimet e tua. Zemërimi yt është karburanti i tyre. Trishtimi yt është fitoria e tyre. Frika jote është pushteti i tyre. Kur ti qëndron i qetë, ata mbeten pa asgjë. Është sikur ti heqesh benzinën një makine që po përpiqet të largohet me shpejtësi. Si ta bësh këtë në praktikë? Së pari, kupto që emocionet nuk je ti, ato janë valë që kalojnë nëpër ty. Kur dikush të thyen, mos u përgjigj menjëherë. Numëro deri në 10 në mendje. Merr frymë thellë 4 sekonda brenda, mbaje 4, nxirr 8. Ky ushtrim i thjesht ndërpret ciklin automatik reaktiv. Shembull real, imagjino shefin tënd tërbohet dhe të bërtet para të gjithëve. Reagimi normal është të ndihesh i poshtëruar dhe të hakmeresh. Por ti qëndron. Thjesht dëgjon. Fytyra jote mbetet neutrale. Pas 5 minutash ai duket si budalla që po humb kontrollin, ndërsa ti dukesh si shkëm. Ai humb fuqinë pikërisht sepse nuk të preku. Përsëriteni këtë çdo ditë në situata të vogla, dikush të pret në radhë, dikush të komentoj keq në rrjete. Qëndro. Vëzhgo emocionin pa u identifikuar me të. Sa më shumë e praktikon, aq më pak fuqi kanë të tjerët mbi ty. Vetë përmbajtja nuk është dobësi, është arma më e madhe. 2. Bëhu i paparashikueshëm. Shumica e njerëzve janë si libra të hapur, tregojnë gjithçka, planet, frikën, ëndrat, dobësitë. Kjo i bën target të lehtë. Nëse dikush di saktësisht se çfarë të dhemb, çfarë dëshiron, ku do të godas, ai mund të kontrollojë. Zgjidhja: bëhu misterios. Mos u trego si një libër i hapur. Flis pak. Vepro shumë. Mos u ankohu për problemet e tua. Mos trego planet e mëdha para kohe. Kur njerëzit nuk dinë se ku po shkon, ata nuk dinë si të pengojnë. Shembull, një koleg ziliqar pyet, po çfarë po planifikon për vitin e ardhshëm? Në vend që të tregosh gjithçka, thuaj thjesht, po shoh disa opsione interesante dhe ndrysho temën. Ai mbetet pa informacion, pa municion. Lëviz në heshtje. Veprimet e tua flasin shumë më fort se fjalët e tua. Kur je i paparashikueshëm, je i pathyeshëm. 3. Shkëputu nga nevoja për vlerësim. Sa kohë ke humbur duke u përpjekur të pëlqehesh nga njerëz që as nuk të respektojnë? Nevoja për aprovimin e të tjerëve është zinxhiri më i madh emocional që ke. Kur e di vlerën tënde nga brenda, lavdërimet bëhen thjesht zhurmë e këndshme, ndërsa kritikat thjesht mendim i dikujt tjetër. Asnjëra nuk të prek. Si të arrish këtë? Pyet veten çdo mbrëmje, a do të isha krenar për veten time po të isha vetëm në botë? Nëse përgjigjja është po, ke filluar. Ndërto një listë private me arritjet, vlerat dhe cilësitë e tua. Lexoje çdo mëngjes. Kjo të kujton që vlera jote nuk varet nga like, komente apo mendimi i një njeriu toksik. Kur dikush të kritikon, mos u mbro. Thjesht thuaj në mendje, kjo është mendimi i tij. Unë e di kush jam. Dhe vazhdo. Pa nevojën për vlerësim të jashtëm, ti bëhesh i pathyeshëm nga lëvdata dhe nga urrejtja. 4. Krijo distancë emocionale. Jo çdo kush meriton të hyjë në botën tënde të brendshme. Mund të jesh i sjellshëm, i respektueshëm, madje i ndihmueshëm, por jo i prekshëm emocionalisht. Si ta bësh? Vendos rregulla të qarta, nuk flas për problemet personale me këdo.
Nuk ndaj ëndrat e mia me njerëz që nuk festojnë për mua. Kur dikush fillon të më manipuloj me faj, tërhiqem menjëherë. Shembull, një mik që gjithmonë të kërkon favor pa kthim. Ti vazhdon të jesh i sjellshëm, por kur ai fillon të fajsoj që nuk je aty për të, ti thjesht thua e kuptoj që je i mërzitur, por unë kam kufit e mi dhe ndryshon temën ose largohesh. Distanca emocionale nuk është ftohtësi, është vetë respekt. 5. Përgjigju me heshtje, jo me mbrojtje. Kur dikush të shpif, të provokon, të sulmon, instinkti është të mbrohesh, të shpjegosh, të luftosh. Kjo është gabimi më i madh. Mbrojtja u jep atyre rëndësi. U tregon që të kanë prekur. Heshtja është përgjigja më e fuqishme. Ajo thot, ti nuk ke fuqi mbi mua sa të më bësh të humbas qetësinë. Heshtja i detyron ata të përballen me pasigurinë e tyre vetë, praktik, kur të vjen një mesazh provokues, mos u përgjigj fare. Ose thuaj vetëm ok dhe lëre aty. Shumica e njerëzve toksik do të çmenden nga mungesa e reagimit. Ti fiton pa thënë asnjë fjalë. 6. Qëndro i fokusuar te qëllimi yt. Kur ke një mision të qartë në jetë, një qëllim që të ndes nga brenda, atëherë dramat e vogla, thashethemet, zilia, provokimet bëhen thjesht zhurmë në sfond. Pyet veten, çfarë dua vërtet pas 3-5 vjetësh? Shkruaje. Lexoje çdo ditë. Sa herë që dikush të tërheq vëmendjen me dramë, ktheje veten te qëllimi. Ky konflikt a më afër apo më larg qëllimit tim? Nëse jo, injoroje, një njeri me mision është si një tren me shina, askush nuk mund ta devijojë lehtë. 7. Fal, por mos harro kurrë. Falja nuk është për ta, është për ty. Të mbash urrejtje është si të pish helm dhe të presësh që ata të vuajnë. Ti helmohesh vetë, prandaj fal. Qliro veten. Por mbaj mend. Kujtesa nuk është hakmarrje, është mbrojtje. Ti e di tani karakterin e tyre. Ti e di se çfarë janë të aftë të bëjnë. Dhe ti vepron në përputhje me këtë njohuri, shembull, dikush të tradhtoi. Ti fal për të mos u mbajtur peng i urrejtjes. Por nuk e lë më kurrë afër zemrës tënde. Kjo është mençuri, jo hakmarrje. Përfundim. Paqja jote është fuqia jote më e madhe. Kur nuk varet më nga mendimet, fjalët, veprimet apo qëllimet e të tjerëve, ti bëhesh pothuajse i pamposhtur. Këto 7 parime nuk janë për t'u lexuar një herë. Janë për t'u jetuar çdo ditë. Zgjidh një pikë sot. Praktikoje. Nesër tjetrën. Brenda pak muajsh do të shohësh ndryshimin dhe askush nuk do të mund të prek më si më parë. Faleminderit që ishe këtu. Nëse këto fjalë të prekën, praktikoj. Forca jote fillon sot. Ne shihemi në videon tjetër. Qëndro i fortë. Me paqen tënde të brendshme.